Nga një prej më të pasurve të drejtësisë, gjingjoni tashmë rezulton mes deputetëve më të pasur të Kuvendit të Shqipërisë. Deputeti i Partisë Demokratike Gjingjoni, i njohur si sheiku i drejtësisë, posedon një pasuri me vlerë miliona euroshe. Në deklaratën e tij të plotë të pasurisë si deputet, të siguruar nga portali Prapaskena, deklarimi i plotë i pasurisë para fillimit të detyrës, Gjingjoni për postë të tjerave deklaron 2 vila me vlerë rreth 1.3 milion euro. Si burim të ardhurash për justifikimin e pasurisë, çifti Gjingjoni dhe Elona Çaushi deklarojnë të ardhura nga pagat, bizneset dhe qirat. Çifti ka dhënë qindra mijëra euro hua të dyshimta. Nuk dihet kemi të bëjmë me një marifet për të shmangur taksat apo me përfshirje të mundshme në fajde. Zonja Çaushi është aksionere në 7 kompani, përfshirë dhe ADFD me vlerë 1.6 milion euro. Në vitin 2014, Gjingjoni u kallëzua penalisht nga ILDKPI për deklarim të rrem, falsifikim të dokumenteve, pastrim të produkteve të veprës penale e të tjerë. Sipas ILDKPI, Gjingjoni deri në vitin 2014 kishte fshirur mbi 2 milion euro pasuri. ILDKP pretendonte se Gjingjoni përpos pasurive të tjera kishte bler edhe një vilë me vlerë rreth 700.000 euro në fark në vitin 2012 me burim të dyshimt. Në maj të 2014-s, dosja e bujshme i kaloi prokurorisë e Elbasanit, e cila regjistroi procedimin penal me numër 1098 për 2 vepra penale, falsifikim të dokumenteve dhe fshehje të pasurisë. Gjingjoni e bllokoi prokurorinë me disa lëvizje procedurale dhe arriti ta mbyllte çështjen me lehtësi. Megjithatë, në kuadër të procedimit penal, prokuroria e Elbasanit pyeti Gjingjonin dhe Elona Çaushin rreth pretendimeve të ILDKP për pasurinë e tyre. Sipas dosjes, Gjingjoni deklaroi para prokurorit se së bashku me bashkëshorten kanë realizuar kontratën për blerjen e vilës në Fark, por më pas e ka anuluar kontratën pasi nuk ka patur para për të paguar kostet dhe se nuk i ka pëlqyer çmimi. Pra, Gjingjoni ka pohuar në prokurori ndër të tjera se përsa i përket pikës 7 të kallëzimit penal që ILDKPKI pretendon se është deklarimi rrem nuk qëndron, pasi nga ana ime dhe bashkëshortesime rezulton se është deklaruar kontrata e sipërmarrjes dhe e porosisë me numër 1416 dhe numër 167 datë 24 prill 2012, sipas deklarimeve të realizuara në deklaratën e pasurisë së vitit 2013. Kontrata me vlerë 700.000 euro është zgjedhur duke u anuluar me kontratën e dytë të lidhur pas saj. Zgjedhja e kontratës është bërë për shkak të mospëlqimit të çmimit. Gjingjoni dha dorëheqje në përfundim të lejes 2 vjeçare prindërore që mori nga ish-KLD në vitin 2018, ku ishte antar edhe vet, ndërsa Ilir Meta ishte kryetar. Në tetor të vitit 2020, Gjingjoni regjistroi në QKR studion e avokatisë G&G Law Firm. Në dokumentet e regjistrimit, ish-gjyqtari deklaroi edhe adresën e banimit që është pikërisht Rolling Hills, vila numër 69, Fark, Tiranë. Ka dyshime të forta se Gjingjoni e ka anuluar fiktivisht kontratën për blerjen e vilës, raporton Prapaskena, duke e kaluar formalisht në emër të dikujt tjetër për të shpëtuar veprimin të drejtësisë, pasi nuk e justifikon me burime të ligjshme.